So once Zog arrived in England, he engaged immediately in an attempt Pra, sapo Zogu mbërriti në Angli, ai u angazhua njëherë në një përpjekje për të ndihmuar luftën. Tani, motivimi i tij ishte i dyfisht. Mendoi se ishte qartë i interesuar në ndihmën e vërtetë për përpjekjen e luftës dhe çlirimin e Shqipërisë nga pushtuesit italianë. From the Italian invaders. The other motivation, of course, was to reestablish himself as Motivimi tjetër natyrisht ishte të rivendoste veten si sundues legjitimi i Shqipërisë, gjë që qeveria britanike nuk e njohu kurrë. British government ultimately never recognized, and the major reason here was because of the fact that Arsyeja kryesore ishte fakti që britanikët fatkeqësisht kishin njohur aneksimin italian të Shqipërisë në vitin 1939. Of Albania in 1939. Nevertheless, Zog maintained unofficial relations. Megjithatë, Zogu mbajti marrëdhënie jo zyrtare përmes kanaleve zyrtare. Ministri i fundit britanik, Andrew Ryan, ju dërgua Zogut nga Ministria e Jashtme dhe vepronte si ndërlidhës midis Zogut dhe Ministrisë së Jashtme. Dhe madje takohej me Zogun të paktën një herë në javë. And indeed met with Zog on at least a weekly basis. Now, Zog developed a series of plans to attempt to help the war effort. One of which was Tani, Zogu zhvilloi një sër planesh për të ndihmuar përpjekjet e luftës, njëri prej të cilëve ishte një plan për të organizuar rezistencën në Greqi, të udhëhequr prej tij, por të komanduar nga një sër oficerësh zogist, dhe më pas të përbërë nga rekrut të diasporës shqiptare në gjithë rajonin e Mesdheut. Diaspora throughout the Mediterranean area, and the idea was to basically sort of hook up with members of his own tribe, plus resistance fighters. Dhe ideja ishte të bashkohej me antar të fisit të tij, si dhe me luftëtarë të rezistencës, të cilët përfundimisht do të ngacmonin italianët. Tani, britanikët në fund e morën këtë sugjerim mjaft seriozisht dhe shpresuan të përdorin Zogun në një farë mënyrë apo në një tjetër. And hope to use Zog in one capacity or another. And it transpired that Zog was on the verge of actually being flown to Cairo. Ndodhi që Zogu ishte pranë se të dërgohej me avion në Kairo në një moment për të nisur procesin e organizimit të një rezistence shqiptare kundër italianëve në Shqipëri. Megjithatë, duket se në momentin e fundit ai hezitoi, kryesisht sepse ndjente se ishte e nevojshme ose të takohej shkurt me kryeministrin Churchill ose me ministrin e jashtëm Lord Halifax. Necessary either to meet briefly with Prime Minister Churchill or with the Foreign Minister Lord Halifax before embarking on this expedition, again believing that an official meeting of some sort would Përpara se të niste këtë ekspedit, duke besuar se një takim zyrtar do të jepte një lloj legitimiteti dhe do të ishte hapi i parë drejt njohjes zyrtare të regjimit të Zogut si qeveri në mërgim. The Zog regime as a government in exile. This, however, was not possible. At the same time, the British began receiving Kjo, megjithatë, nuk ishte e mundur. Në të njëjtën kohë, britanikët filluan të merrnin telegram nga ambasadat dhe legatat e tyre në rajonin e Mesdheut, si dhe nga ambasadori britanik në Beograd. The ambassador, British ambassador in Belgrade, and they all discouraged the use of Zog for a number of reasons. Dhe të gjithë e dekurajuan përdorimin e Zogut për një sër arsyesh. Turqit ishin të shqetësuar për neutralitetin e tyre dhe si pasojë hezitonin të merrnin pjesë aktive në këtë projekt. Britanikët në Kairo gjithashtu vendosën se sjellja e Zogut në Kairo do të ishte e mençur për një sër arsyesh të ndryshme. Dhe më pas, edhe ambasada në Beograd sugjeroi që ndoshta nuk ishte koha e duhur. Suggested that this was perhaps not the time. The British government ultimately decided to keep him in what they called sort of warm storage.
Qeveria britanike në fund vendosi ta mbajë atë në atë që quanin mbajtje në sken, por jashtë lojës aktive. Do me thënë të mos shkëputnin plotësisht marrëdhëniet me të, por për momentin të mos e përdornin në një përpjekje për të ngritur rezistencën. Kishte gjithashtu disa pikpyetje në lidhje me nivelin e popularitetit të tij në Shqipëri në atë kohë. Largimi i tij nga Shqipëria me njëherë pas pushtimit, me siguri kishte dëmtuar disi pozicionin e tij, që është sërish një nga arsyet pse ai ishte kaq entuziast për të përfshirë në përpjekjet e luftës sapo arriti në Angli. Position to a certain extent, which is again one of the reasons why he was so enthusiastic about becoming involved in the war effort once he actually got to England. Now this brings us to the larger question of Kjo na çon te pyetja më e madhe për rolin e Zogut, jo vetëm gjatë luftës, por edhe gjatë kohës së tij si kryeministër, si president dhe si mbret. During his time as prime minister, as president, and as king. Now, during the communist period, Zog's role... Tani, gjatë periudhës komuniste, roli i Zogut u zvogëlua ndjeshëm, dhe komunistët gjetën te ai një lloj armiku të përshtatshëm. The communists essentially found in him sort of a useful villain